Horoskopi ditor, 18 shkurt. Energjitë, vendimet dhe mesazhet e universit për çdo shenjë. Energjia e 18 shkurtit hap një dritare të fuqishme ndryshimi, ku vendimet e vogla mund të kenë pasoja të mëdha në të ardhmen. Universi sjell sinjale të qarta për ata që janë gati të dëgjojnë intuitën dhe të veprojnë me besim. Disa shenja do të përballen me zgjedhje të rëndësishme, ndërsa të tjera do të marrin përgjigje për pyetje që i kanë shqetësuar prej kohësh. Kjo është një ditë për guxim, qartësi dhe besim tek rruga juaj. Nëse ky mesazh ju gjen, nuk është rastësi. Dashi. Energjia e kësaj periudhe të shtyn të marrësh iniciativa dhe të mos presësh më miratimin e të tjerëve. Një situatë që lidhet me punën kërkon një vendim të shpejtë dhe të qartë. Nëse vepron me guxim, rezultatet do të vinë më shpejt nga sa mendon. Në dashuri, një bisedë e sinqertë sjell qetësi dhe afrim. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të fillojë në mënyrë spontane. Financat kërkojnë disiplinë dhe organizim, por një mundësi për të rritur të ardhurat mund të shfaqet papritur. Intuita është shumë e fortë dhe duhet ndjekur. Universi të fton të mos kthehesh pas dhe të mos dyshosh në aftësitë tua. Ky është momenti për të ndërtuar një drejtim të ri dhe për të lënë pas pasiguri. Demi. Demi, një ndjenjë sigurie fillon të rikthehet dhe kjo të ndihmon të mendosh më qartë për të ardhmen. Një ndryshim në ambientin e punës ose një ide e re mund të hapë mundësi të rëndësishme. Mos e refuzo vetëm sepse duket ndryshe. Në dashuri, stabiliteti dhe komunikimi janë thelbësor. Një moment i qetë me personin e zemrës forcon lidhjen. Nëse je vetëm, dikush që e njeh prej kohësh mund të tregojë interes. Financat përmirësohen nëse planifikon dhe shmang shpenzimet impulsive. Një lajm pozitiv mund të vijë në mënyrë të papritur. Universi të fton të besosh tek procesi dhe të mos kërkosh rezultate të menjëhershme. Durimi do të shpërblehet. Binjakët. Një valë e re energjie sjell lëvizje, komunikim dhe mundësi për të zgjeruar horizontet. Një mesazh, telefonat ose takim mund të ndryshojë planet. Në punë, fleksibiliteti është çelësi i suksesit. Mos u kap pas detajeve të vogla. Në dashuri, një surprizë e këndshme rikthen emocionin. Nëse je vetëm, një njohje përmes rrjeteve sociale është e mundshme. Financat kërkojnë organizim dhe një plan më të qartë. Shmang rreziqet e panevojshme. Universi të dërgon sinjale për një mundësi që lidhet me udhëtim ose mësim. Beso tek rrjedha e jetës dhe lejo ndryshimet të çojnë drejt një drejtimi më të mirë. Energjia favorizon zhvillimin personal. Gaforja. Ndjeshmëria rritet dhe kjo të ndihmon të kuptosh më mirë njerëzit dhe situatat. Një çështje familjare kërkon qetësi dhe maturi. Në punë, duhet të ruash kufijt dhe të mos marrësh përgjegjësi që nuk të përkasin. Në dashuri, një moment i sinqert krijon lidhje më të fortë. Nëse je vetëm, një njohje e thellë emocionale është e mundshme. Financat përmirësohen nëse shmang vendimet impulsive dhe mendon për stabilitetin. Një mesazh nga e kaluara mund të rikthejë kujtime. Universi të kërkon të falësh, të lirohesh dhe të përgatitesh për një kapitull më të qetë. Energjia favorizon shërimin dhe paqen e brendshme. Luani. Një ndjenjë force dhe besimi të rikthehet gradualisht, duke të ndihmuar të marrësh drejtimin që ke menduar prej kohësh. Energjia favorizon vendimet që lidhen me karrierën dhe imazhin personal. Në punë, një ide ose projekt mund të të vendosë në qendër të vëmendjes. Mos e nënvlerëso veten. Në dashuri, pasioni dhe sinqeriteti krijojnë afrim. Nëse je në një lidhje, një moment i veçantë forcon besimin. Nëse je vetëm, një njohje e papritur sjell emocion. Financat kërkojnë disiplinë, por një mundësi për përfitim mund të shfaqet. Universi të fton të mos dyshosh në aftësitë tua dhe të veprosh me guxim. Ky është një moment për të ndërtuar një kapitull më të madh dhe për të lënë pas frikën.
Virgjëresha. Përqendrimi tek detajet dhe organizimi të jep avantazh, por kërkohet edhe fleksibilitet. Një ndryshim në planet mund të sjellë rezultate më të mira nga sa prisje. Në punë, bashkëpunimi me të tjerët hap mundësi të reja. Mos u mbyll vetëm në analizë. Në dashuri, komunikimi i qetë dhe i sinqert krijon stabilitet. Nëse je në një lidhje, mund të bëhen plane për të ardhmen. Nëse je vetëm, një person serioz mund të tregojë interes. Financat përmirësohen përmes vendimeve praktike. Shmang shpenzimet impulsive. Universi të kërkon të besosh më shumë tek procesi dhe të mos kërkosh kontroll absolut. Energjia favorizon rritjen dhe vendimet e mençura që japin rezultate afatgjata. Peshorja. Dëshira për harmoni dhe qetësi të shtyn të rregullosh marrëdhëniet dhe të krijosh balans. Disa situata kërkojnë vendime të qarta, edhe nëse kjo nuk i kënaq të gjithë. Në punë, një mundësi për bashkëpunim mund të hapë rrugë të reja. Beso tek gjykimi yt. Në dashuri, një bisedë e hapur sjell qartësi dhe stabilitet. Nëse je vetëm, një njohje përmes rrjetit social është e mundshme. Financat përmirësohen nëse organizon më mirë shpenzimet. Një lajm i mirë mund të vijë papritur. Universi të ndihmon të rikthesh besimin dhe të ndërtosh marrëdhënie më të shëndetshme. Mos lejo pasiguritë të të ndalojnë. Energjia favorizon vendime që krijojnë ekuilibër afatgjat. Akrepi. Një transformim i brendshëm të ndihmon të lësh pas mendime dhe emocione që nuk të shërbejnë më. Energjia favorizon ndryshimet dhe fillimet e reja. Në punë, një mundësi ose ofertë mund të kërkojë vendim të shpejtë. Analizo, por mos hezito shumë. Në dashuri, pasioni rritet dhe sjell momente të forta emocionale. Nëse je në një lidhje, afrimi bëhet më i thellë. Nëse je vetëm, një person misterios mund të të tërheqë. Financat kërkojnë strategji dhe kujdes. Një investim i zgjuar mund të japë përfitime në të ardhmen. Universi të kërkon të besosh tek intuita dhe të mos i rezistosh ndryshimit. Ky është një moment për të rilindur emocionalisht. Shigjetari. Energjia e 18 shkurtit sjell dëshirë për lëvizje, zgjerim dhe vendime që lidhen me të ardhmen. Një mundësi për udhëtim, zhvillim personal ose ndryshim drejtimi mund të shfaqet papritur. Në punë, kërkohet guxim për të dalë nga rutina dhe për të provuar diçka të re. Besimi tek vizioni yt është çelësi. Në dashuri, një komunikim i hapur sjell qartësi dhe afrim. Nëse je vetëm, një njohje me dikë që ndan të njëjtat ide mund të fillojë. Financat përmirësohen nëse mendon për strategji afatgjata. Një ide që duket e thjeshtë mund të sjellë përfitime në të ardhmen. Universi të shtyn të mos ndalosh për shkak të frikës. Ky është një moment për të ndërtuar një drejtim më të madh dhe për të besuar tek rruga jote. Britsjapi. Fokusi dhe disiplinimi sjellin stabilitet dhe progres. Një projekt që ka kërkuar shumë kohë fillon të japë rezultate dhe kjo rrit besimin. Në punë, një person me ndikim mund të vlerësojë seriozitetin dhe përkushtimin. Mundësi për avancim ose përgjegjësi të reja janë të mundshme. Në dashuri, kërkohet më shumë hapje emocionale. Një bisedë e thellë krijon siguri dhe stabilitet. Nëse je vetëm, një person nga rrethi i afërt mund të tregojë interes. Financat kërkojnë organizim dhe strategji të kujdesshme. Shmang rreziqet e panevojshme. Universi po ndërton një bazë të fortë dhe kërkon durim. Mos dysho në proces. Rezultatet do të vinë gradualisht dhe do të jenë të qëndrueshme. Ujori. Kreativiteti dhe idetë e reja aktivizohen fuqishëm. Një mundësi që lidhet me teknologjinë, rrjetet sociale ose projekte inovative mund të hapë një kapitull të ri. Në punë, duhet të besosh tek vizioni dhe të mos ndjekësh turmën. Vendimet e guximshme sjellin rezultate.
Në dashuri, surprizat janë të mundshme dhe emocionet bëhen më të gjalla. Nëse je në një lidhje, komunikimi sjell freski dhe energji të re. Nëse je vetëm, një person i veçantë mund të shfaqet papritur. Financat përmirësohen përmes ideve moderne dhe strategjive të reja. Universi të shtyn të dalësh nga kufizimet dhe të krijosh një drejtim unik. Ky është moment për ndryshim dhe rritje personale. Peshqit. Intuita dhe ndjeshmëria bëhen udhërrëfyes të fuqishëm. Një cikël emocional mbyllet dhe krijon hapësirë për qetësi dhe shërim. Në punë, një projekt kreativ ose bashkëpunim mund të sjellë kënaqësi dhe rezultate pozitive. Beso tek talentet e tua. Në dashuri, sinqeriteti dhe ndjeshmëria krijojnë lidhje të thella. Nëse je vetëm, një njohje shpirtërore është e mundshme. Financat kërkojnë kujdes dhe planifikim, por një lajm i mirë mund të vijë papritur. Universi të fton të mos krahasosh veten me të tjerët dhe të ndjekësh rrugën tënde. Energjia favorizon qetësinë, besimin dhe fillimet e reja. Ky është një moment për të lënë pas të kaluarën dhe për të hapur zemrën ndaj mundësive. Nëse ndjeve se ky mesazh ishte për ty, shkruaj në koment shenjën tënde dhe një fjalë që përfaqëson energjinë që dëshiron për këtë ditë. Mos haro të pëlqesh videon, ta shpërndash me njerëzit që kanë nevojë për këtë mesazh dhe të abonohesh për të marrë çdo ditë parashikimet më të fuqishme astrologjike. Universi gjithmonë komunikon. Dhe ti je këtu për ta dëgjuar.